Pjesëmarrja vetë në një kompeticion të ri dëshmon që ka gjithmonë një rritje, një zhvillim, edhe sidomos kur bëhet pranë një komunitet që para disa vite ka qenë inekzistues, ajo t'jep më shumë kënaqësi. Prandaj normal që pjesëmarrja është një fitim në veti, edhe me i mbledh si djemtë e Shqipënisë edhe si djemtë e qikat e Kosovës për një pjesëmarrje të parë, me ato të mirat, me ato senat e bukura, me vështirësitë e veta, se mandej sa më shumë rritet niveli, fillon bëhet më e vështirë, por suksesi njerë është prania këtu si Shqipënia, si Kosovë në këtë komunitet të madh të lojrave mesdhetare. Edhe masonej me marrë pjesë edhe në një sport si padeli që është sporti me zhvillimin më të madh në këto vitet e fundit. Këta dy vëllezërit Deush janë në top 30 në botë. Domethënë është normal që është jashtëzakonisht shumë vështirë mas pak kohë ku djemt tonë dhe qikat kanë bërë më shumë si sa hobi, si sa një profesion. Këta janë full profesionistë, janë me vite, marrin pjesë në gara më të mëdha. Po vetë fakti që ne jemi aty, kemi secili për ne ka bërë fitore, djemt tonë kanë fitu kundër Turqisë. Po sfida më e madhe është tash me u dhënë mundësi edhe të rive tonë, edhe në Shqipëni edhe në Kosovë me u marrë sa më shumë me sportin në përgjithësi. Është diçka jashtëzakonshme për njohjen, për konsolidimin e shtetit, për përfaqësimin e shtetit, e frymës saj sportive, e rinisë tonë. Kemi një nga shtetet, një si këmbë në përgjithësi, po edhe si nga shtetet me popullatën më të re. Dhe duke ia dhënë mundësi që edhe te na mund të bëhet diçka e mirë, mund të organizohet diçka e mirë, mund jetojmë me frymën e sportit. Kjo është diçka që mas luftës diçka ka munguar jashtëzakonisht shumë te na. Ata që kanë marrë sportin në përgjithësi gjallë kanë qenë vetëm me pasionin e tyre edhe me një uri shumë të madhe e kanë bërë që në ato momentet e vështira të mbijeton. Tani ne nuk jemi më në momentin e mbijetesës, jemi në momentin e zhvillimit, e qëndrimit, e rritjes komunitetit sportit, se një vend i cili e don sportin, një vend i cili jeton me vlerat e sportit, është një vend i shëndetshëm dhe është një vend me mirëqenie. Dhe besoj që lojnat përveç që me na përfaqësu si kombë në përgjithësi edhe si shtet si Kosovë, ndihmojnë edhe na vetë brenda me u dashunu me këto vlerat e sportit. Është aq e rëndësishme se çysh prezantohemi, është aq e rëndësishme edhe mesazhet që dojmë dhënë për njerëzit tonë.